Megjithatë, përveç saj ne kemi edhe një element shumë të rëndësishëm, mënyra se si janë larguar. Pra mënyra e largimit, Pikërisht, kam qenë të qartë se ku do kalojnë, kam pasur informacion ku ka pasur trafik apo ku nuk ka pasur trafik, sepse mund të ishte zgjedhur një destinacion tjetër, por ata kanë ikur për në mos gaboj në Fushkruj, pra ai drejtim ka qenë, dhe janë kujdesur edhe për të djegur automjetin. Pra në momentin që është djegur automjeti, aty kanë qenë persona të tjerë cilët i kanë vënë zjarrin dhe i kanë pritur, pra së pari i kanë pritur, kanë pasur automjet tjetër dhe kanë djegur automjetin dhe pastaj kanë lëvizur në drejtim të paditur. Pra gjithë ky itinerar dhe të gjitha këto lëvizje tregojnë që ne nuk kemi të bëjmë me amator, por kemi të bëjmë me profesionistë, gjë që do ta vështirësoj shumë zbulimin e këtij krimi. Pra, besoj që ndoshta të afërmit e viktimës apo shokët e tyre ndoshta e dinë se nga kush mund ta kenë këtë si krim apo si porositje, por për sa i përket ekzekutorëve dhe ata të cilët janë marrë për kryerjen e këtij krimi nga ana e policisë do duhet shumë kohë, sepse ne dimë që edhe grupet kriminale kanë një kod të tyre të eshtur që ata nuk merren me denoncime në prokurori apo me tregime të dyshimeve të tyre. Shpeshherë ata ndodh që ata të heshtin dhe mos të japin deklarata për organet proceduese, këtu është fjala për prokurorinë dhe për policinë, dhe i zgjidhin këto punë në mënyrë private me njëri tjetrin. Pra private do të thotë që ata do ta akmeren ndaj atyre që kanë dhënë këto porosi. Kështu që besoj që do ta kenë, mendimi im është që do të jetë shumë e vështirë për zbardhjen e kësaj ngjarje. Pra ju mendoni se mund të ketë një sag hakmarrjesh nga grupet tjera rivale që mund të vinë kundrejt autorëve që realizuan apo personave që kanë porositur këtë krim? Patjetër, sepse nga gjithë historiku i grupeve kriminale, pra kështu është tipologjia e këtyre grupeve apo karakteristikat e tyre, që do të thotë ata në mënyrë të vazhdueshme vazhdojnë edhe akmeren ndaj njëri tjetrit deri në momentin që do të shuhet apo do të vriten njëri grup apo tjetri. Pra këto janë karakteristikat e grupeve tona kriminale ku nuk ja lënë në dorë shtetit për të zgjidhur këto probleme. Pra edhe nëse do të zbulohet kjo nga shteti, pra organet do ta kenë mundësinë profesionale që të zbulojnë, edhe nëse do të burgoset, pra një pjesë e tyre që kanë kryer të vepra penale apo të gjithë, prap nuk heq dorë grupi i cili është goditur. Pra nga gjithë praktika është e tillë. Edhe nëse autori, pra flas për autor të cilët mund të kenë ngelur të vetëm, pra është shuar i gjithë grupi kriminal dhe ka ngelur një ose dy autor, në momentin që del nga burgu ata prapë akmeren sepse ndjejnë rrezikun se mos ky që do dalin nga burgu mund të akmeret ndaj tyre. Pra është frika që kanë grupet nga njëra tjetrën dhe investojnë në mënyrë të fuqishme që të hakmeren ndaj grupeve rivale. Dhe gjithë fizionomia e grupeve kriminale është që hakmarrja është nga karakteristikat e këtyre grupeve të cilat nuk të rriqen, pra nuk ka marrëveshje siç mund të bëjnë grupet e tjera kriminale jashtë vendit, dhe po marr kryesisht Italinë, e cila është goxha e zhvilluar si aspekt i grupeve kriminale. Karakteristika është që në momentet caktuara ato njohin edhe faljen e njëri tjetrit dhe marrëveshjen, ndërsa grupet shqiptare nuk e kanë këtë inatin
e kanë një karakteristikat dhe akmarrjen e ka një nga karakteristikat e tyre. Kështu që edhe në këtë duke marrë në analizë edhe gjithë të ngjarjen apo edhe ngjarjet të tjera të cilat lidhen me njëra tjetrën apo grupe kriminale të cilat vazhdojnë në mënyrë të vazhdueshme që të kenë konflikte dhe akmarrje me njëra tjetrën, mendoj që kjo sak nuk do ngelet me krimin që u bën në Rinas. Pra do kemi shumë shpejt do kemi edhe krime të tjera, të cilat për fat keq do të kemi humbje njerëzish apo edhe pasoja të tjera njerëzore. Prandaj duhet ndërhyrja e shtetit ta zbulojë këtë ngjarje, të vendosi në survejim antarët të afërmit e këtij grupi kriminal, por natyrisht edhe që të ketë mundësi që autorët të vijnë përpara përgjegjësisë. Jo vetëm ata që e kanë bën këtë ekzekutim njerëzor në mes të ditës, në mes të aeroportit ndërkombëtar që ne kemi, të vijnë ata përpara përgjegjësisë, bashkëpunëtorët e tyre, por edhe ata që kanë dhënë urdhrin. Pra, edhe urdhëruesit duhet të shkojnë përpara drejtësisë dhe të mbajnë përgjegjësi penale për angazhimin e tyre në këtë krim mjaft të rëndë. Nëse shohim me kujdes pamjen, momentin e atentatit, shohim që ka qytetarë që largohen me vrap nga paniku dhe i momenti caktuar është kur kalon kolon e një delegacioni zyrtar me 2-3 makina diçka e tillë. Dhe nga ana tjetër, sa i përket rrezikut që mund të kishte pasur të linjave ajrore në këtë rast. Ju si njeri i drejtësisë dhe që keni lexuar raste të caktuara të tjera qoftë në Shqipëri apo edhe jashtë, a mendoni se mund të kishte pasur një dëm shumë herë më të madh se sa thjesht atentati që ndodhi ditën e djeshme, pra që mund të kishte pasur të vrarë në civil, mund të kishte pasur të vrarë në delegacionin zyrtar që kalonte, apo edhe plumbat mund të kishin bërë rikoshet ku mund të kapnin qoftë edhe po themi avionat e linjave fluturuese në atë rast? Po ekzistonte mundësia dhe rreziku që ne të kishim edhe qytetarë të tjerë që mund të ngeleshin të lënduar, siç kemi me qindra raste që kanë ndodhur krime të tilla. Fat nga njëra anë është keqardhje dhe ne ndjejmë gjithë i shprehim ngushëllime të afërmit dhe familjarëve të viktimës, por nga ana tjetër është fat që këta kanë qenë të përgatitur dhe profesionistë, të cilët nuk kanë qenë shumë të sigurt dhe e kanë pasur shumë të qartë objektivin e tyre. Çfarë do të ndodhte nëse me të drejtë e ngrihen shqetësimin, çfarë do të ndodhte nëse do të kishim amator, pra do të kishim vrasës të cilët do shkonin pra për ta realizuar të krim, nuk kanë pasur përvojë ose mund të kenë pasur një përvojë të brisht, mund të kenë pasur një ose dy raste dhe nuk kanë idenë se si të manovronin dhe si të kalonin, si do ta ndalonin viktimën, si do ta godisin e tjera me radhë. Kështu që ky duhet të jetë krimi i fundit që ndodh në pranë aeroportit të Rinasit. Besoj që, jo se besoj, por duhet me patjetër që aty të angazhohen forca të cilat të marrin në ruajtje aeroportin, mundësisht edhe komandot, pra të futet ushtria në mënyrë që të ketë mundësi që gjithë perimetri i aeroportit të jetë i survejuar, të ketë ushtar, madje edhe ushtar të cilët janë me uniformë, të jenë me armë në rrugë në momentin që përshkruan aeroportin nga dalja edhe nga daljet e tjera deri në një farë piket, ketë posobllogje edhe në rrugën, pra në urën që shkon apo mbi kalimin e Rinasit, por edhe në anën tjetër të
rrugës, pra rruga që çon në autostradën Tuman Kashar.